ke kërkosh, në përdo koridore dhe zyrtarë, nivelin 2-3. Nuk shkojnë që ashtu. Jo përse... Edhe tjetra edhe një diçka tjetër. Duhesh me kuptu që SBA-t nuk kanë politik me persona, kanë me shtetin. Na e dim se na qëtu jemi, në gazetarien të morë për fillimet edhe i dim paka shumë informatat edhe i kemi përsjellë rrjedha që na jemi në opinion publik. Nuk guxon për shembull ti me shpërnda në opinion publik kësi narrativa të cilat mujnë edhe me friksu qytetarit. Seriozisht e kom. Unë nuk jem të friksojmë të i kazu qytetarit sakt çfarë situata jemi. Që i kemi shumë punë të kesh. Problemi kryesor sot e kemi në Alas e kemi të mshel problemin me Serbinë. Alas e kemi mshel problemin me Serbinë. Ka shumë lidhje. Marrëdhënie shumë të mira me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nëse na vazhdojmë me këtë qasje, cilën është qasja ma e keqe mundshme ndonjëherë që e ka boni qeveri në Republikën e Kosovës, ku e ka prish reputacionin e Kosovës në raport me Bashkinë Ndërkombëtare, partnerët tonë e ka prish shumë reputacionin tonë. Këto rreziqet hala nuk kanë kalu një problemi ose një fardhoj konfliktit mundshëm me Serbinë. Hala s'kan kalu. Jo, Serbia ka provu e ka kuptu që nuk mundet në Kosovë me kalu edhe kjo punë është e krime. Ta Serbia ka mu marrë 100% Çka nëse nesër vinë me izin e Amerikanëve? Jo, s'ka shansa jo me ndodhë. Kur ti je destruktiv vazhdimisht, kur ti nuk i bo asnjë veprim përpara, kur ti ki prish politika strategjike e Shteteve Bashkuara të Amerikës, kjo çka je të thonë ti është nonsens. Shumë shqetësues e pash takimin e Marco Rubios me Vučićin për dialogun strategjik. Shumë shqetësues për neve po flas. Jo, shumë shqetësues. S'ka të bëjë çfarë. Kosova ka vend të veçantë në politikën amerikane. Te na u pezullu dialogu strategjik, çu shoqë dialogu për vetëm është pezullu. Po s'ka lidhje pezullimi, pse u dashur pezullu. Në momentin që Kosova na me pezullu i krijon institucionet e veta.